Forcat e armatosura të Shqipërisë apo kanë ndërtuar në bashkëpunim me kompaninë e njohur Lockheed Martin një sistem të fuqishëm kontrolli dhe sigurie për hapësirën detare të vendit. Është një investim për rreth $17 milion amerikan, i cili ka përfshirë ndërtimin e një seri radarësh përgjatë Bregdetit perëndimor të Shqipërisë dhe një sistem modern kompjuterash për të kontrolluar të gjithë lëvizjet në hapësirën detare të vendit. Këto pajisje përmbajnë 7 radar të fuqishëm, të cilët janë vendosur për gjatë gjithë Bregdetit shqiptar. Këto radar janë të fuqisë 19 dhe 21 fit dhe këto bëjnë një mbulim të plot të gjithë Bregdetit shqiptar. Ky sistem, i ndërtuar nga kompania MNZ në botë për sistemet e survejimit detar, Lockheed Martin, është një sistem i cili ka arkitekturën më moderne të rajonit. Sistemi integruar i vëzhgimit bregdetar përfshin qendrën e komandimit, vendosjen e radarëve të marinës në vijën bregdetare dhe pajisje të radiokomunikimit. Sistemi i ri ka filluar të përdoret në luftën kundër terrorizmit dhe trafikeve të ndryshme dhe rritjen e sigurisë në det, po ashtu të vëzhgimit të hapësirës detare dhe zbatimin e detyrave në kuadër të NATO-s dhe Bashkimit Evropian, thot Kundër-Admiral Kudret Çela. Në kuadrin e gjithë reformimit të forcave armatosura, edhe forcat detare kanë pjesë të vetë të reformimit. Një nga këto pjesë të reformimit është dhe ky sistem i ri, të cilët kërkon njerëz të kualifikuar, me aftësi dhe me përgatitje më të lartë, por sepse është një sistem modern. Pra, është ngritur një kompani e vëzhgimit të hapësirës detare që do të merret me mirëmbajtjen dhe monitorimin e këtij sistemi. Por në këtë kuadër të modernizimit, ne kemi edhe një projekt tjetër me një damen shqiptar të holandez, të cilët është për prodhimin e anijeve të rrojës bregdetare. Kemi marrë një anije sot nga ata dhe po vazhdojmë me prodhimin e 3 anijeve tjera në kantierën e Pashalimanit. Me teknologjinë moderne të instaluar në Durrës, kryet vëzhgimi i porteve dhe i Bregdetit, menaxhimi i trafikut detar, i porteve të karburanteve dhe të platformave naftënxjerrëse. Sistemi zbulon, shfaq, klasifikon dhe gjurmon shenjat detare dhe saktëson informacionin, duke bërë të mundur marrjen e vendimeve në situata kritike. Kjo ka bërë të mundur që ne të bëjmë monitorimin e gjitha lëvizjeve në hapësirën detare. Do të jap një shifër që vetëm për vitin 2009 janë rreth 20.000 objekte që kanë lëvizur në hapësirën detare. Janë parandaluar shumë aktivitete jashtëligjshme, në bashkëpunim me policinë kufitare, me Ministrinë e Brendshme dhe me Ministrinë e Doganave, Financave, gjë e cila ka bërë të mundur që ky kontroll të jetë efektiv. Në këtë kuadër ne kemi dhe rritur dhe nivelin e sigurisë kombëtare, si një vend i NATO-s që kemi obligim. Qendra operacionale kryesore është vendosur në Durrës dhe përfshin të gjithë bërthamën dhe pajisjet kryesore të sistemit në të cilat bëhet përpunimi të dhënave. Po, trajnimet filluan në shtator të 2008-s nga instruktor amerikan të firmës Lockheed Martin. Por e nevojshme është akoma që të zhvillohen faza të tjera për përdorim sa më të mirë të këtij sistemi nga operatorët tanë, njerëzit që të shërbejnë në këtë sistem. Sistemi i trajnimit gjithashtu sipas niveleve është bërë për operator, mbikëqyrës, mirëmbajtje dhe administrim sistemi, ndërsa trajnime shtesë nga specialistët amerikanë për pajisjet janë parashikuar edhe për radarët, rrjetet mikrovalore dhe shfrytëzimin e motorëve. Normalisht kontaktet vazhdojnë her pas hershme, jemi të lidhur me ata, kontaktojmë her pas here për çdo problem, për çdo që kemi lidhje, edhe kemi kërkuar që ata të vinë përsëri për trajnime të mëtejshme të personelit tanë. Ekspertët e kësaj fushë pohojnë se Shqipëria tashmë ka një sistem modern dhe ka sy shumë të fuqishëm në të gjithë hapësirën e saj detare, duke qenë edhe një vlerë e madhe për sigurinë e detrave dhe për zbatimin e ligjshmërisë në këtë hapësirë. Për Zërin e Amerikës, Iliriana Golli, Durrës.